Sezoni veror po troket dhe Ulqin vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistët shqiptar. Plazhet e bukura, atmosfera verore dhe jeta e gjallë gjatë natës e bëjnë qytetin bregdetar një zgjedhje të preferuar për mira pushues çdo vit. Por këtë sezon, përveç valigjeve dhe kostumeve të banjës, turistët do të duhet të tregojnë kujdes edhe për një detaj tjetër mjaft të rëndësishëm, mënyrën se si vishën jashtë zonave të plazhit. Autoritetet lokale në Ulqin kanë vendosur të ashpërsojnë rregullat për sjelljen në hapësirat publike, duke miratuar një rregullore të re që synon të vendosë më shumë rend dhe etik në qytet. Sipas vendimit të fundit të Kuvendit Komunal, qytetarët dhe turistët nuk do të lejohen më të lëvizin nëpër rrugë, shëtitore, parqe apo zona të tjera publike të veshur vetëm me rroba banje ose pjesërisht të zhveshur. Kjo do të thotë se pamjet e zakonshme të pushuesve që largohen nga plazhi dhe vazhdojnë shëtitjen në qytet vetëm me bikini apo pantallona të shkurtra plazhi tashmë mund të kushtojnë shtrenjtë. Rregulloria e re është e qartë, sapo të largoheni nga zona e dedikuar për plazh, veshja e përshtatshme bëhet e detyrueshme. Lajmi është bërë publik përmes raportimit të gazetares Eliana Peku për Radio Ulqin, ku është bërë e ditur edhe masa e gjobave që do të aplikohen ndaj shkelësve. Sipas rregullores, çdo person fizik që kapet duke lëvizur i zhveshur apo me rroba banje në hapësira publike jashtë plazhit do të përballet me gjoba që variojnë nga 350 deri në 500 euro. Këto masa nuk janë ndërmarrë rastësisht. Autoritetet lokale argumentojnë se vendimi vjen si nevojë për të ruajtur imazhin e qytetit, për të respektuar hapësirat publike dhe për të shmangur sjelljet që konsiderohen të papërshtatshme jashtë zonave turistike bregdetare. Synimi është që Ulqini të mbetet një destinacion i rregullt dhe mikpritës për të gjithë vizitorët, duke vendosur standarde më të qarta të sjelljes në ambientet urbane. Ndaj, nëse këtë verë planifikoni pushimet në Ulqin, mos harroni të merrni gjithmonë me vete një bluzë, fustan apo veshje të lehtë për të ndëruar sapo të largoheni nga plazhi. Përndryshe, një shëtitje e zakonshme në qytet mund të përfundojë me një gjobë të majme që do t'u aprish jo pak buxhetin e pushimeve. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.